Ministri Financave të inauguroi gjo aty ke rinë si ke aeroporti, aksion! Do të thënë këtu do nisesh ti ke udhëtimin 3-4 orë gjëra. Merr një libër, shkarkon Kurbanin për shembull, është libër interesant, unë personalisht do ta sugjeroja që ta merret. Keni edhe libra të tjerë pastaj. Provoj, skanoj aty, ha. Bravo. Ja. Futesh aty, lexon për autorin, është një shkrimtar i ri i kohëve të sotme. Edi Rama, po ta kish dëgjuar. Unë është për mendimin tim ja vlen si libër, se edhe shtyn kohën. Edhe mëson diçka të re. Po, edhe pa të shty për shembull fletërimi se tash njerëzin edhe shtyn, e ke parasysh, futesh aty, Pa të librin në misioni im të Lulzim Bashës se keni këtu apo nuk? Ja, kishim po ushit shpejt. Ai ecën shumë si libër në fakt, pavarësisht se ne nuk kena pas qef me fut në repertar, domethënë aty në si bjema këta. Mos në listën e librave, pa. Që është e thjeshtë, më është kanë këtu dalin gjithë zonat, është ty rrugën për qef. Po, ka lezet bre, po, sa bukur. Nëse, mjafton. Atëre për të gjithë shqiptarët që sot e tutje nuk keni më pse të thoni jo po udhëtime të mërzitshme, të lotshme, s'kemi të shbejmë, na ushty udhëtimi, çfarë do bëjmë aty, mund të merrni librin Kurbani dhe shtyhet dhe koha dhe mësoni një gjë të re. Edhe zhvilloni horizontin, fjalorin, me fjalë të reja, me artikuloni saktë, bukur, qartë, pa gabime, kështu do me thënë, pak a shumë. Stop, mjafton!